Mjeku jep urdhër, ja pse duhet të hani vezë çdo ditë. Konsumi i vezëve të zjera ka sjellë shumë përfitime në organizmin tuaj. Sipas specialistëve, konsumohet 1 deri në 2 vezë zjerë çdo mëngjes për të siguruar trupit tuaj edhe një sër elementësh ushqyes. Ka shumë mënyra se si veza mund të konsumohet, por më e rëndësishme është të konsumohet veza e zjerë çdo mëngjes. Këto janë arsyet pse duhet të konsumoni vezë të zjera. Do të rrisë nivelin e energjisë të trupit, ju ndihmon në rritjen e flokut, përmirëson shikimin, do të keni një rrezik më të ulët për të prekur nga sëmundjet e zemrës, do të fuqizojë funksionet e trurit, ju rrit nivelin e kolesterolit të mirë në trup. Merrni më shumë proteina të nevojshme në dietën tuaj të përditshme. Lëkura juaj do të jetë më e mbrojtur ndaj diellit. Tani ju mbetet vetëm në dorën tuaj se cilën mënyrë duhet të përfshini konsumin e vezëve, por ajo në formën e zjerë është më e rëndësishmja, citojnë ekspertët.